Si kur thot dhe profesor Zenua te komedia Shi në plazh, japrakët janë dobësia ime. Kemi mbledhur gjethet e rushit dhe do t'i bëjmë japrak. I shplajmë, i vendosim në ujë të nxehtë me pak krip, një hudhër të grirë imët, piper të zi dhe pak uthull. Do t'i ziejmë për 2-3 minuta dhe do t'i lëmë që të ftohen. Në një tigan shtojmë qep të njoma të grira imët me pak krip, i japim një skuqe të lehtë, më pas shtojmë hudhra tegra, lëpjeta, hithra dhe spinaq, 200 gram oriz dhe një filxhan ujë. I lëmë që të ziejnë për 5 minuta dhe në fund shtojmë erëzat në energjik, kopër dhe majdanos të freskët. I përziejmë mirë bashkë dhe fillojmë me mbushjen e japrakëve. Madhësia e japrakëve varet nga madhësia e gjetheve të rushit që ju do përdorni. I mbledhim në këtë mënyrë dhe i vendosim në një tenxhere ku poshtë kemi vënë edhe gjethet e rushit. I vëmë në 2 shtresa, shtojmë lëng limoni, një filxhan ujë, i mbulojmë përsipër me një pjatë që të mbajnë formën, i ziejmë derisa të shterojnë ujin në një temperaturë mesatare dhe japrakët i keni gati t'i shërbeni sipas dëshirës. Ju përshëndes.